Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vim ju ftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Në Tiranë është zhvilluar protesta e 17 radhazi, ku qytetarët janë grumbulluar fillimisht në sheshin Skënderbej dhe më pas kanë marshuar drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Tubimi është shtrirë edhe në rrugët kryesore të kryeqytetit, duke shënuar një pjesëmarrje të konsiderueshme. Në Tiranë është mbajtur protesta e 17 radhazi, pjesë e një serie tubimesh që kanë vijuar për më shumë se 2 javë në kryeqytet. Qytetarët janë mbledhur fillimisht në shesin Skënderbej, ku më pas kanë nisur marshimin drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, duke u ndalur përpara godinës së kryeministrisë. Më pas protestuesit kanë vijuar marshimin paqësor në rrugët kryesore të Tiranës, duke krijuar një prani të dukshme në disa prej akseve më të rëndësishme të qytetit. Organizatorët e lëvizjes, të njohur si Qendresa Qytetare, deklarojnë se protesta ka në javën e tretë dhe se pjesëmarrësit mbeten të vendosur për të vijuar tubimet deri në realizimin e kërkesave të tyre. Ata e cilësojnë këtë lëvizje si një reagim qytetar ndaj situatës politike dhe ekonomike në vend, duke theksuar se nuk do të rrihen pavarësisht presionit apo kozjatjes së protestave. Edhe në protestat e ditëve të mëparshëm, pjesëmarrësit kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit, ndërsa përpara kryeministrisë janë dëgjuar thirrje të përsëritura si Rama jepet dorëheqjen. Në tubime janë artikuluar gjithashtu slogane politike si Rama në burg, Berisha në burg dhe ju erdhi fundi, të cilat janë bërë pjesë e retorikës së protestave të ditëve të fundit. Me vijimin e marshimeve dhe pjesëmarrjen e konsiderueshme të qytetarëve, protesta e sotme konsiderohet nga organizatorët si një tjetër demonstrim i mobilizimit qytetar dhe i qëndrueshmërisë së kërkesave të tyre. Kryeministri Edi Rama ka sqaruar në një intervistë për Vanity Fair Italia çështjen e zhvillimeve në Zvërnec dhe ndryshimet ligjore për zonat e mbrojtura. Ai thekson se këto ndryshime nuk lidhen me investitorë të veçantë, por me parafrimin e legjislacionit shqiptar me standardet e Bashkimit Evropian. Rama ka deklaruar gjithashtu se ishulli i Sazanit nuk do të shitet dhe se qeveria po shqyrton vetëm partneritetin e zhvillimit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar sërish lidhur me debate për projektet në zonën e Zvërnecit dhe ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura në një intervistë për Vanity Fair Italia. Rama ka sqaruar se ndryshimet ligjore nuk kanë lidhje me investime të veçanta, përfshira të përfolura në publik, por janë pjesë e procesit të parafrimit të Shqipërisë me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Ne kemi përshtatur legjislacionin ton me standarde europiane që parashikojnë nivele të ndryshme mbrojtjeje, ka zona të paprekshme si delta e lumi Vjosa dhe zona ku mund të ndërtohet gjithmonë duke respektuar standardet e BE-s. Duke folur për çështjen e pronësisë në Bregdetin e Zvërnecit, kryeministri theksoi se procesi i transaksioneve është aktualisht i pezulluar deri në sqarimin e titujve të pronësisë. Tani transaksioni është pezull derisa të sqarohet pronësia e lishme e tokave që në Shqipëri mbetet një çështje delikate, që nga rënja e regjimit dhe rishpërndarja e titujve të pronësisë. Sapo të sqarohet pronësia, shuma do të paguhet atij që i takon. Sa i përket ishullit të Sazanit, Rama ka mohuar kategorikisht çdo plan për shitjen e tij, duke sqaruar se ai mbetet pronë e shtetit shqiptar. Është ishulli i Sazanit i cili i përket shtetit dhe nuk ka asnjë synim për ta shitur, po negociojmë një partneritet. Më pas do të nisim analizat mjedisore për të siguruar që natyra të mbrohet. Në të njëjtin intervistë, Rama është ndalur edhe te kërkesa e protestuesve që kërkojnë ndërheqjen e tij, duke deklaruar se qëndrimi i tij në detyrë lidhet me procesin e integrimit evropian. Për sa kohë do e ndiejë zjarrin e pasionit do të qëndrojë. Nëse Shqipëria do të pranohej vërtet në Bashkimin Evropian, mbledhja e parë si shtet antar do të ishte rasti më i bukur për të dhënë ndërheqje. Deklaratat vijnë në një kohë kur prej më shumë se 2 javësh qytetarë dhe aktivistë po zhvillojnë protesta në Tiranë duke kërkuar anulimin e projektit në Zvërnec dhe largimin e kryeministrit. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj një videoje të publikuar nga ish oficeri antidrogës Dritan Zagani, ku hidhen akuza për udhëtimin e tij në Zvicër. Rama ka sqaruar se vizita ishte private dhe financuar nga vetë ai në kuadër të një ftese nga panajiri ndërkombëtar i artit Art Basel. Kreu i qeverisë ka cilësuar akuzat si të pavërteta dhe pjesë të shpifjeve politike në rrjetet sociale.
Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas një videoje të publikuar në rrjetet sociale nga ish oficeri antidrogës Ritan Zagani, i cili pretendon se gjatë protestave në Tiranë, kreu i qeverisë ndodhej jashtë vendit me shpenzime publike. Në një postim të gjatë në rrjetet sociale, kryeministri Rama ka hidhur poshtë këtë akuzë duke sqaruar se udhëtimi në Zvicër ka qenë plotësisht privat. Në Zvicër isha i ftuar privatisht nga Art Basel, panajëri i përvitshëm i galerive më prestigjioze të artit në botë, ku janë prezantuar edhe veprat e mia. Kemi dhe qëndruar një ditë e gjysmë me bashkëshorten, si gjithnjë në këto raste, plotësisht me shpenzimet tona. Ai theksoi gjithashtu se gjatë të gjithë karrierës së tij publike nuk ka përdorur fonde shtetërore, por udhëtime private. Ne thuaj se 3 dekada shërbim publik, kur nuk ka mëlltuar privatisht me lekët e shtetit, dhe e njëjta gjë vlen edhe për familjen time. Rama është përgjigjur dhe akuzave të përsëritura në vite, duke lejuar një deklaratë të tij të mëhershme, rreth 20 vite më parë, kur nuk më ishte rregjur ende lëkura me baltën e shpifjeve të akuzave pa hesap, pa ta vënë kujën publikisht duke thënë që s'ka bir nëne, a bir kë, që të gjej në xhepin tim 100 dark, që s'është fituar me punë të ndershme. 2 dekada më vonë, nuk jam më natyrisht ai 40 vjeçari pa mësuar ende me qenërinë e arenës plot bal të jetës politike, i cili hubte gjumin nga plagët përvoluese të shpifjeve dhe akuzave kriminale. Në reagimin e tij, kryeministri kritikon ashpër limën e debatit publik në rrjetet sociale, duke e cilësuar atë si një hapësirë ku sipas tij rrënja e shpifjes përhapet më shpejt se e vërteta. Kush shpif apo akuzon pa prova kundër jush, ose e ka bërë vetë atë për të cilën ju akuzon, ose do ta bënte, po të ishte në vendin tuaj. Prandaj edhe xhelozia apo urrëtia ose të dyja bashk e bëjnë ti besojnë çdo maskaradhoku që nxjerr nga goja. Nuk shoh se si bota ku jetojmë është bërë gjithnjë e më shumë fal rrjeteve sociale, lëndina ku ferrat e pafundme të renës shumohen me shpejtësinë e klikimit, ndërsa lulet e së vërtetës mbyten rëndomt nga ferrat. Në fund të postimit, Rama i referohet edhe teksteve të shenjta, duke theksuar se shpifja konsiderohet një nga aktet më të rënda morale në shoqëri, ndërsa kërkon dallim të qartë mes kritikës dhe akuzave të pabazuara. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për përdorim të fondeve publike në udhëtime private, përfshirë fluturime me avion charter. Ai ka kërkuar ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për të verifikuar kostot dhe natyrën e këtyre udhëtimeve. Berisha ka deklaruar gjithashtu se opozita do të mbështesë kërkesat për largimin e kryeministrit dhe hetimin e çështjeve të ngritura nga SPAK. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për përdorim të parave të buxhetit të shtetit për udhëtime private, përfshirë përdorimin e avioneve charter. Në një konferencë për mediat, Berisha tha se opozita prej vitesh ka kërkuar ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për të verifikuar udhëtimet e kryeministrit, por sipas tij, kjo kërkesë është orrëzuar nga majoranca socialiste. Unë i them se ti je një mashtrues jo 2 metra i gjatë, po 2 kilometra i gjatë. Në qoftë se ta mban, hajde lejo të krijojmë komisionit të analizojmë 140 udhëtime me Ismailin në dispozicion, sa kanë qenë zyrtare dhe sa kanë qenë private dhe familjare. Po ti s'ke turp dhe ti çdo fjali do nxjerrësh një mashtrim. Urdhro dhe ta mban. Pse nuk lejove komisionin hetimor parlamentar për 140 udhëtime tuaja në 2 vite që i kushtuan vendit 23 milion euro? I kërkoj urgjent të lejoj komisionin. Krijimi i komisionit do të mundësonte transparencën e plot para shqiptarëve. Berisha theksoi gjithashtu se Partia Demokratike do të mbështesë kërkesat e protestuesve që kërkojnë largimin e kryeministrit Edi Rama, duke përmendur edhe mekanizmat kushtetues për mocion mosbesimi në parlament. Në qoftë se Edi Rama nuk pranon zgjidhjen, një zgjidhje tjetër paqësore, siç e kërkojnë protestuesit, është largimi i të gjithë deputetëve socialistë që nuk janë të implikuar në krime, dhe kjo i hap rrugën shkarkimit me mocion mosbesimi Edi Ramës. Kjo shkarkon në vend Edi Ramën dhe krijon në parlament një mundësi për plotësimin e të gjitha kërkesave, si të 5 kërkesave të tyre, ashtu dhe të një listës tjetër me 20 kërkesa, duke analizuar një nga një ato. Në të njëjtën deklaratë, Berisha u ndal edhe te hetimi i prokurisë së posaçme për trafikun e lëndëve narkotike dhe pastrimin e parave në sektorin e ndërtimit, duke akuzuar drejtuesit e SPAK për mungesë transparence. Dënoj me forcën më të madhe mbrojtjen që i bëhet
qeveritarit të Arubës. Kam vlerësuar dhe vlerësoj hetimin e kësaj dosje, nxjerrjen e listës së biznismenëve të implikuar në këtë dosje dhe trafikantëve, por nuk pranoj kur dhe nuk pajtohem kur fshehjen e qeveritarëve apo qeveritarit të pranishëm në takim. Shqiptar duhet dinë cili është fytyra e vërtetë e Edi Ramës dhe roli i tij në aferën Aruba, cilët janë qeveritarët që ai dërgoi në atë takim. Ai njoftoi gjithashtu se përfaqësuesit e Partisë Demokratike në Komisionin e Ligjeve do të kërkojnë një seancë të posaçme me prokurinë e posaçme për të diskutuar mbi çështjet në fjalë. Deputetja Mariana Koçeku ka refuzuar thirrjet e socialistëve për të dorëzuar mandatin pas largimit të saj nga Partia Socialiste. Ajo e ka mbrojtur të drejtën për të vijuar si deputete e pavarur, duke theksuar se mandati përket përfaqësimit të qytetarëve. Ndërkohë, debati politik është intensifikuar pas publikimit prej saj të simbolit të protestave antiqeveritare në rrjetet sociale. Deputetja e Kuvendit të Shqipërisë Mariana Koçeku i është përgjigjur kërkesave të përfaqësuesve socialistë për dorëzuar mandatin e deputetes pas vendimit të saj për t'u larguar nga Partia Socialiste dhe për të vijuar aktivitetin parlamentar si e pavarur. Koçeku kundërshton pretendimet se mandati i saj përket partisë për shkak se u zgjodh përmes listës së mbyllur në zgjedhjet parlamentare të vitit kaluar. Në reagimin e saj publik, ajo deklaroi se mandati tashmë ka ardhur në vendin e vet, duke akuzuar drejtuesit politik se për muaj me radhë kishin privuar nga ushtrimi i plot i funksioneve të saj. Nuk ua ka marrë mandatin e deputetit, ma keni marrë ju mua për 10 muaj rresht. Tani mandati ka ardhur në vend të vet. Nëse jeni kaq të sigurt që unë nuk fitoj pa ju dhe ju i keni plot 83 mandate, atëherë shpërndajeni parlamentin, shkojmë në zgjedhje të parakoshme dhe masim forcat se kush fiton çka. Kësaj radhe do marr me vete kecin tim të shtrenjtë bashkë me mesën e mpret dhe do të zbres për të kandiduar në Tiranë. Para se të vi, ndoshta ju marr leje malsorëve të mi me fol në gjuhën standard. Debati u nxit pas disa figurave të Partisë Socialiste që kërkuan dorëheqjen e saj nga mandati. Mes tyre ishte edhe kryebashkiaku i Lezhës, i cili argumentoi se mandati duhet i kthehet forcës politike nën siglën e së cilës ajo u zgjoll. Të dielën Koçeku njoftoi zyrtarisht largimin nga Partia Socialiste dhe kalimin në statusin e deputetes së pavarur në Kuvend. Pak më vonë ajo publikoi në rrjetet sociale simbolin e flamingos, i cili gjatë javëve të fundit është identifikuar me protesta antiqeveritare që zhvillohen çdo mbrëmje në Tiranë. Prokuroria e posaçme ka zhvilluar një operacion të gjerë kundër një grupi të strukturuar kriminal të dyshuar për trafik ndërkombëtar kokaine nga Amerika e Jugut drejt Evropës. Në total janë lëshuar 10 urdhër arreste, një person është ndaluar në Shqipëri, ndërsa pjesa tjetër është shpallur në kërkim. Hetimet kanë çuar edhe në sekuestrimin e një pasurie të konsiderueshme që sipas PAK tekalon 150 milion euro. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka finalizuar një operacion të koordinuar në disa vende në kuadër të hetimeve për një grup të dyshuar të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të kokainës. Sipas hetimeve, në krye të këtij rrjeti kriminal dyshohet se qëndron shtitasi Dritan Gjika dhe Eldi Dizdari, i njohur dhe me identitetin tjetër Denis Matoshi. Autoritetet thonë se grupi ka funksionuar si një strukturë e mirë organizuar me role të ndara dhe lidhje ndërkombëtare. Në total janë lëshuar 10 urdhër arreste, ku një prej personave është arrestuar në territorin e Shqipërisë, ndërsa për 2 të tjerë përvijon kërkimi aktiv. 7 persona të tjerë dyshohen se ndodhen jashtë vendit dhe janë shpadur në kërkim ndërkombëtar. Në kuadër të hetimeve, SPA ka caktuar masën arrest me burg për disa anëtar të dyshuar të grupit të përfshirë. Emrat e listuara në dosje hetimore, ndërsa operacioni po vijon në bashkëpunim me agjenci lizbatuese ndërkombëtare. Sipas dosjes hetimore, gjatë periudhës 2019-2021, ky grup dyshohet se ka trafikuar mbi 50 ton kokainë nga Brazili drejt Belgjikës dhe Holandës, duke përdorur rrugë të sofistikuara të trafikut ndërkombëtar dhe metoda të kamuflimit të ngarkesave. Po sipas PAK, në të njëjtën periudhë, autoritetet në disa vende europiane dhe amerikano-latine kanë sekuestruar rreth 9 ton kokainë të lidhura me këtë rrjet në operacione të zhvilluara në Belgjikë, Holandë, Ekuador dhe Kolumbi. Hetuesit thonë se një pjesë e konsiderueshme e të ardhurave të përfituara nga trafiku i drogës
drogës është transferuar në Shqipëri në formë cash dhe më pas është investuar në sektorin e ndërtimit, hotelerisë dhe biznese të ndryshme tregtare. Në kuadër të këtij hetimi, SPA ka vendosur në sekuestro më shumë se 120 pasuri të paluajtshme, automjete luksoze, aksione në kompani dhe llogari bankare. Vlera e përgjithshme e aseteve të sekuestruara sipas organit të akuzës i kalon 150 milion euro. Operacioni është zhvilluar në drejtimin e strukturave të posaçme hetimore përfshir kryeprokurorin Klodian Braho dhe prokuroren e posaçme Doloreza Musabedhiu, të cilët kanë udhëhequr koordinimin e dosjes së ndërkombëtare. Sipas hetimeve hetimore, kjo çështje ka ecur paralelisht me dosje të tjera të mëparshme që lidhen me grupe të ngjashme kriminale, ku janë lëshuar urdhër arreste dhe masa sigurie për persona të dyshuar për përfshirje në rrjetet dhe trafikun e drogës në disa vende. Seanca e radhës ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj u zhvillua pa praninë e tij pas refuzimit për të marrë pjesë në kushtet e vendosjes në kafazin e xhamt. Gjykata e posaçme rrëzoi 5 kërkesat e paraqitura nga mbrojtja, duke i cilësuar të pabazuara ose të shqyrtuara më herët. Ndërkohë, procesi u shty për më 23 qershor për t'i dhënë kohë mbrojtjes të njihet me aktet e dosjes. Seanca e radhës në procesin gjyqësor ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj u zhvillua pa praninë e tij, pasi ai kishte njoftuar paraprakisht gjykatën se nuk do të merrte pjesë për sa kohë mbahet në kafazën e xhamt, të cilën e konsideron jo dinjitoz dhe fyes. Përmes avokatit të mbrojtës Plaren Dreca, Veliaj paraqiti 5 kërkesa pranë gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mes tyre ishte lejimi i kamerave dhe transmetimi drejt për drejt i procesit, dalja nga kafazi i xhamt, njohja me prova digjitale, vënia në dispozicion e mënyrës së administrimit të kallëzimit të bërë nga Nesti Angoni, si dhe zhvillimi i seancave një herë në 2 javë. Pas shqyrtimit në dhomë këshillimi, GKK-ja vendosi të rrëzojë të gjitha kërkesat e paraqitura nga mbrojtja. Sipas gjykatës, vendosja e pandehurit në kafazin e xhamt nuk cënon parimin e prezumimit të pafajësisë, ndërsa kërkesa për zhvillimin e seancave çdo 2 javë nuk gjen mbështetje në legjislacion në fuqi. Gjykata argumentojnë gjithashtu se për disa prej kërkesave të tjera ishte shprehur më herët, duke mos e parë të arsyeshme për rishqyrtimin e tyre. Nga ana tjetër, mbrojtja e Veliajt kërkoi shtyrjen e seancës me argumentin se 24 fashikuj të dosjes ishin vënë në dispozicion vetëm pas ditën e së hënës, duke mos i lënë kohë mjaftueshme për shqyrtimin e materialeve. Avokati Plaren Dreca ngriti gjithashtu shqetësime për mos lejimin e kamerave gjatë procesit, i cili përbën cënim të së drejtës kushtetuese të medias për informimin publik. Në përfundim, gjykata e posaçme pranoi kërkesën e mbrojtjes së Ajola Xoxës për t'u njohur me aktet e dosjes, duke vendosur shtyrjen e seancës së radhës në datën 23 qershor. Një ditë pas atentatit mafioz në Mirdit, ku humbi jetën 45 vjeçari Walter Leshi, autorët mbeten ende të paidentifikuar. Hetuesit po përballen me vështirësi për shkak të mungesës së kamerave të sigurisë dhe gjurmëve në vendngjarje. Pavarësisht kontrolleve intensive dhe monitorimit me dron, policia nuk ka arritur të përcaktojë drejtimin e largimit të autorëve. Një ditë pas atentatit të ndodhur në Mirdit, ku mbeti i vrarë 45 vjeçari Walter Leshi, hetimet vijojnë pa një pistë konkrete që mund të çojë në identifikimin e autorëve. Policia e Lezhës ka marrë në pyetje një koleg të viktimës me të cilën ai ishte nisur drejt vendit të punës mëngjesin e ngjarjes. Sipas dëshmisë së tij, kolegu kishte ndaluar në një lokal disa kilometra larg vendit, në të cilën ndodhi atentati, për të konsumuar një kafe, ndërsa Leshi kishte vijuar rrugën i vetëm. Dyshohet se autorët i kishin zënë prik 45 vjeçarit në një segment rrugor me kthesa, duke shfrytzuar terrenin malor dhe mungesën e lëvizjeve në orët e para të mëngjesit. Sapo automjeti i viktimës u afrua vendit ku ishte pozicionuar, autorët hapën zjarr duke i marrë jetën në vend. Relivi i thyer i zonës dhe mungesa e kamerave të sigurisë në këtë aks rrugor dyshohet se u ka mundsuar autorëve të largohen pa lënë gjurma të dukshme. Burimet nga grupi hetimor bëjnë me dije se mungesa e provave materiale po e vështirëson ndjeshëm zbardhjen e ngjarjes. Deri më tani nuk ka persona të shoqëruar apo të ndaluar në lidhje me vrasjen. Aktualisht prova kryesore në dispozicionin e hetuesve mbeten gozhojat e sekuestruara në vendin e ngjarjes, si dhe automjeti me cilin udhëtonte viktima. Pavarësisht kërkimeve intensive në terren dhe përdorimit të dronëve për monitorimin e zonës, autoritetet nuk kanë mundur ende të gjejnë gjurmë që mund të ndihmojnë në përcaktimin e itinerarit largimit të autorëve. Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe identifikimin e personave përgjegjës për atentatin.
Një incident i rëndë është regjistruar në Ksamil ku një mjet lundrues tip jet ski është përplasur me një skaf të policisë kufitare. Si pasojë e përplasjes, drejtuesi i mjetit, një 22 vjeçar, ka humbur jetën pasi u transportua me urgjencë në spital. Policia po heton rrethanat e ngjarjes dhe shkaqet e aksidentit. Një aksident i rëndë detar është regjistruar në zonën turistike të Ksamilit, ku një mjet lundrues është përplasur me një skaf të policisë kufitare. Sipas të dhënave zyrtare, mjeti lundrues rritoi nga 22 vjeçari Arbiano Kreci, banues në Ksamil, i cili në momentin e ngjarjes po lundronte në det me shpejtësi të lartë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 18:30 në një distancë prej 400 metrash larg brekut, ku skafi i policisë kufitare ndodhej në monitorim të hapësirës detare. Sipas policisë, përplasja mes dy mjeteve ka qenë e fortë, duke shkaktuar dëmtime të rënda për drejtuesin e jet skis. Menjëherë pas incidentit, 22 vjeçari është nxjerrë nga uji nga efektivët e policisë dhe persona të tjerë që ndodheshin në zonë me mjete lundruese, ndërsa është transportuar me urgjencë drejt spitalit. Pavarësisht ndërhyrjes mjekësore, i riu nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të marra dhe ka ndruar jetë. Autoritetet kanë nisur hetimin për të zbardhur plotësisht rrethanat e aksidentit, përfshirë shpejtësinë e mjetit, kushtet e lundrimit dhe mënyrën e zhvillimit të përplasjes në zonën detare të Ksamilit. Vijojmë me informacione nga Kosova. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti u ka bërë thirrje për përshpejtimin e procesit të konstituimit të institucioneve të legjislaturës së 11. Ai theksoi se fillimisht duhet të përfundojë numërimi dhe certifikimi i rezultateve zgjedhore, ku Kurti u shpreh gjithashtu i gatshëm për bashkëpunim me opozitën, veçanërisht për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se prioriteti i radhës së metet konstituimi i institucioneve të legjislaturës së 11 menjëherë pas përfundimit të gjitha procedurave zgjedhore. Kurti u shpreh se pret finalizimin e numërimit të votave dhe certifikimin e rezultateve në mënyrë që vendi të hyjë pa vonesa në fazën e themelimit të institucioneve të reja. Sipas tij, sa më shpejt të përmbyllet ky proces, aq më mirë do të jetë për funksionimin institucional dhe vazhdimsinë e qeverisjes në vend. Duke folur për çështjen e zgjedhjes së presidentit, Kurti theksoi se ky është një proces që kërkon bashkëpunim të gjerë politik dhe nuk mund të realizohet nga një forcë vetëm politike. Ai u shpreh i gatshëm për dialog me partitë opozitare, duke nënvizuar se qasja e tij mbetet konstruktive dhe e orientuar drejt bashkëpunimit institucional. Sipas Kurtit, për të ecur përpara në procesin shtetformues dhe institucional është e nevojshme që opozita të heqë dorë nga, siç e cilësoi ai, qasja refuzuese e deritanishme. Kryeministri në detyrë kujtoi gjithashtu përpjekjet e menjëhershme për zgjedhjen e presidentit, duke theksuar se subjekti i tij politik ka ofruar alternativa bashkëpunimi, përfshirë dhe mundësinë e bashkëqeverisjes, por sipas tij këto propozime nuk kanë gjetur mbështetje opozitës. Deklarata e Kurtit vjen në një moment kyç për skenën politike të Kosovës, teksa pritet përmbyllja e procesit zgjedhor dhe nisja e procedurave për ngritjen e institucioneve të reja shtetërore. Të nderuar teleshikues, që ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion informativ, së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.